Zoti Merkoçi, të ndanemi tashmë te raportet e Edi Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke nisur që nga guximi i tij për t'i ulur në krah Belinda Ballukun, të ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn. Si është e mundur që Edi Rama i uli Belinda Ballukun në krah diplomatës amerikane, ndërkohë që ajo është e pandehur nga SPAK-u dhe SPAK-u ka dërguar në kuvend kërkesën për arrestimin e saj? Tash edhe një Rama bën çdo lloj ta nis me atë pjesën të cilën Rama është caktuar që të rrinë me çdo lloj kosto dhe me çdo lloj çmimi. Dhe do bëj të gjithë lëvizjet kundër Amerikës. Ajo që Rama e bëri me puç, tash nuk ishte se Rama kishte dërguar protokollin. Dhe ishte në protokoll Rama për të qenë prezent dhe ishte dhe protokoll. Përkundrazi, ky nuk i kishte të deklaruar në vajtjen në atë takim. Dhe ka vajt sekondat e fundit. Dhe ka vajt me gjithë Belinda Ballukun për të bërë kashillikun. Nuk ja u them edhe ja, Rama luan kashillikun, por ky ka një të keqe. Se ky këtej hedh shan dhe pastaj fillon atë që shan, pastaj fillon dhe lëpin. Se këtë punë ka bërë. Këtë punë bëri edhe me Macron, që pastaj filloi lëpiu atë që tha. Me këtë punë ka bërë gjithmonë. Pra, ai e bën, e hedh dhe fillon dhe lëpin, po vetë. Por ajo që është e keqe se me gjithë bota merret me atë që thot, jo atë që lëpin. Pra, kur tha që për Trumpin, që pse bëri këtë gafën me Macron që e bëri atëherë, e gjithë bota thanë që kryeministri i Shqipërisë u tall me Amerikën, u tall me Trumpin. Pastaj ky më mbrapa filloi ta lëpi atë, po nuk u mor më media me këtë. Dhe kjo ishte për t'i treguar, për t'i bërë kashillik. Pikërisht. Vetë Trumpi, se thash, ambasadorja është përfaqësuese direkte e presidentit. Dhe ky me këtë lloj lëvizje kërkoi për të treguar forcën e tij. Që unë nuk pyes. Prandaj majti dhe atë fjalim aty. Ai përveç që i ulin krah Belinda Ballukun, por bëri edhe pjesën tjetër. Në fjalimin e tij, ku tha Kina na sheh si pikë mjalti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha, kërkojnë vllabrojnë para. Ma hapët, nuk ka ku shkon. Dhe ky është firmosja e tij. Ai e firmos vetë të keqen e tij. Nuk është se po ja bën njëri, e bën vetë. Po e bën i detyruar, ja u kam thënë me mira herë, e bën i detyruar sepse është pjesë e asaj organizate. Sepse është një organizatë e cila ka si synim drogën, pastrim paraj, varfrimin e njerëzve, shkombëtarizim, shpopullim, emigrim. Dhe po ta veni re, Trump ju ka drejtuar një Europës para disa muajsh, ku i tha, kujdes me atë politikën që bëni, dhe kujdes me emigracionin. Dhe po të shohësh sot, në Europa është shkatruar nga emigracioni. Nga emigracioni i cili ka mbytur tashmë. Dhe ky person është ai personi, prandaj e kam quajtur portavocesorës. Është ai personi i cili do bëjë çdo deklaratë kundër Trumpit apo politikës amerikane, kundër të djathës. Të gjithë të keqen këta e kanë me të djathën, këta nuk duan të djathën. Dhe kjo është fatkeqësia këtu. Dhe në Shqipëri, prandaj është ajo pjesa që ka shku 35 vjet tranzicion komunistit, i them këtyre unë. Sepse nuk ka pasur kur të djathë. Ne nuk kemi pas asnjëherë një qeveri të djathë. E janë vetë quajtur, po, dakord. Se herë quhen të djathë, herë quhen konservatorë, herë quhen majt, pastaj kthehen qendër, pastaj dalin prapë atë. Kjo është problemi i tyre. Por të djathë nuk ka pas kur. Sepse nuk ka elitë Shqipëria. Siç ka gjithë bota.
kanë elitat e tyre, Shqipëria s'ka. Ai jo vetëm që dërgoj mesazh, por mesazhi i asaj ishte edhe në qendrimin në qendrimin që ajo bëri gjatë atij takimi. Që thash ishte një qendrim akullnaj, ishte në një moment i ktheu dhe Kurrizin, nëse e veni re tamam. Kishte një vështrim të ftohtë akull dhe në një pikë që shifte në një pikë edhe nuk lëvizte syt fare. Pas këtij takimi ai bëri takimin me gjykatën kushtetuese. Por para se të takonte qoftë Bardhin apo Ballën, ajo bëri takime edhe me Spakun duket. Bëri edhe takime. Pra, sinjalet, atë deklaratë që ka bërë me gjykatën kushtetuese, atë ka bërë edhe me Bardhin apo me Ballën. Problemi tashmë dikur pa ta thënë që nëse dështoj këtu dhe dështoj këtu, tashmë do kërkoj të riformatoj kuvendit themi. Pra, e din shumë mirë që të gjithë deputetët në kuvend në një formë apo në një tjetër, në një mënyrë apo në një tjetër janë të implikuar jo vetëm ekonomikisht themi, po edhe politikisht. Janë të implikuar politikisht. Politikisht janë të implikuar për një arsye të thjeshtë, sepse në 35 vjet këtu është politika shqiptare ka zbatuar me përpikmëri politikën e Sorës. Për të jemi koshient. Politika Sorosit në 35 vjet është bërë në Shqipëri. Pa llogaritur pastaj që të gjithë që kanë qenë ministra, drejt shqiptan, deputet, të gjithë kanë ngajdosje. Sepse të gjithë janë përlyer. Sepse nuk mundesh të pasurohesh në opozitë. Po ta e pasuruar në opozitë. Si një krah dhe krahu tjetër, të dyja, nuk po bëj dallim, ta pasurohen edhe duke qenë në opozitë. Që është e mundur. Dhe këtu pritet ndryshimi politikës. Por ky ndryshim do vi nëpërmjet drejtësisë, sepse kemi një popull i cili është në animacion, një popull që është i varfër, një popull që është i shkatruar, një popull që e kanë shtypur, e kanë friksuar, e kanë mësuar me të idenë që ti duhet ngrihesh ke rruga vetëm kur thot partia. Sepse këtu mungon sindikalizmi. Po të sindikalizëm kush e shkatroi? Politika. Politika e shkatroi. Keni dëgjuar ndonjëherë partitë politike ju të flasin për sindikalizëm? Jo. Ashtu siç nuk flasin për kapitalizëm. Ne kemi 35 vjet që në Shqipëri, në atë sallë që quhet kuvend, parlament, se kuvend është turp thosh për të, që absolutisht askush nuk deklaron dhe thot në Shqipëri do ndërtojmë kapitalizëm. Sepse nuk e thonë, sepse janë të majtë, janë të qëndrës. Zoti Merkoçi, të mbetemi sërish tek e ngarkuara me punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn, e cila për më tepër sot ka dhënë edhe një mesazh shumë herë më të fortë kundrejt klasës politike, mesazh të cilën unë do t'ua lexoj, në cilën ajo thekson se rrjetet kriminale përfshirë grupet shqiptare që bashkunojnë me kartelet e Amerikës Latine të përmendura nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio përbëjnë kërcënime të konsiderueshme për sigurinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë përmes aktiviteteve si trafiku i drogës dhe pastrimi i parave. Sikurse edhe më parë përmes këtij kursi, këto krime po mundsohen nga teknologjitë moderne. Dhe duhet thënë që këtë deklaratë ajo e ka bërë në përfundim të trajnimit të FBI-s për mbikëqyrjen e analizës së celularëve, ku të pranishëm ishin edhe kreu i Spakut dhe i BKH-s. Tani çfarë mesazhi më i qartë duhet të adresoj Shtetet Bashkuara të Amerikës më shumë se kaq kundrejt qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Po ta vesh re, ajo dole aty ku unë e lash, domethënë, është mesazh që drejtohet gjithë politikës shqiptare. Jo vetëm qeverisë, të gjithë politikës shqiptare. Sepse në një mënyrë apo në një tjetër e gjithë politika shqiptare në 35 vjet. Duket sigur po ja çon Nicolas Maduros para se ta kapnin. Pikërisht pra.
është e njëjta formë, në një mënyrë apo në një tjetër është e njëjta formë, si përmbajtje. Pastaj mënyra se si e thot, mënyra se si e radhit është gjë tjetër. Por forma dhe përmbajtja janë një. Mënyra e radhitjes është një përpara, një më mbrapa. Por mos harrojmë edhe pjesën tjetër që është, unë tashmë mund të them që këtë deklaratë mund ta quash si raporti 2026 apo raporti 2025-sh, ëh. Dhe sa herë kemi ngritur problemin e drogës, të droga, pastrimi parave dhe korrupsioni, krimi organizuar, të ndër të çaj janë ta. Kjo është mafia. Ajo nuk ka arritur të thotë fjalën mafia. Se të gjitha tjerat i ka thënë. Por në përkufizimin e mafjes kjo është. Përkufizimi i mafjes kjo është. Dhe pse Rama ju hakarrua Spagu dhe i tha mos guxo të marrësh telefonin tim? Dhe ishte hakarrim, ishte kashillim, ishte kërcënim. Mirë po, e të gjitha çfarë po ndodhi. Dhe çka ka ndodhur në Shqipëri? Duke marrë që me shqipjen e territoreve, që me dhënien e njerëzve të cilët janë të lidhur me agjenturat e huaja, ka bërë që Rama dalin tradhti kombëtar, sepse prek cënon rën interesin kombëtar. Por duke cënuar interesin kombëtar shqiptar, ai ka cënuar dhe interesin kombëtar të Amerikës si thjesht, jo vetëm nëpërmjet drogës, por nëpërmjet pikave strategjike, siç është porti i Durrësit. Dhe jo pa qëllim se aty është NATO, aty presupozohet të vi NATO. Dhe ky ja ka dhënë dikujt tjetër, disa agjenturave të huaja, përfshi edhe kinez. Se me kinez e ka aty. Se ky Amerika tek e fundit me Ramën e ka me kinez. Me kompaninë që ky kanë ndërtuar në Francë dhe nga Franca e përcollën në Amerikë. Dhe aty ishte agjentuar kineze. Ashtu siç bëri edhe me aeroportin e Vlorës. Edhe ata, agjenturat janë. Ai sherri që u bë me pacollin. Duke sikur ishte sherri mes dy persona. Jo. Ishte se kush agjentur do e merrte. Dhe këtu tash apo nafta. Këtu janë të gjitha të rrishtuar, të listuar, prandaj them nuk kanë nevojë më sepse Amerika nuk ka nevojë për deklaratat tona apo për kallëzimet tona që bëjmë ne. Ata luajnë një politikë të cilën e zhveshën Rama. Politikisht. Dhe jo pa qëllim u thash që në sondazhin që bëri Rama në fund fare, prandaj është tërbu ai në fund fare para 10 ditësh ka bërë dhe kush çai doli 34%. E Partia Socialiste kërkonte që Rama të ishte kryetar. Është një rënje drastike. Dhe ai prandaj është tërbu. Dhe prandaj ai kërkon dhe bën këto lloj kashillike se mendon akoma se do ta mbajë me këto batutat e tija. Do maj pushtetin me batutat e tij, do maj dhe do fillojë. Unë kam thënë Rama do shesi çdo gjë. Vetëm për të mbajtur atë karrige për të cilën ai është urdhëruar ta mbajë. Por kam thënë edhe tjetër, a do pranoj dhe do pranoj Amerika apo Trumpi do pranoj të dështoj para Ramës? Ka një plan B, ka një plan A, ka një plan C, nuk e di kë plan do zbatoj. Por e ritheksoj që Rama ta zgjedhë mirë ku do ta bëj burgun, në Shqipëri apo në Amerikë. Nuk i shpëton drejtësisë. Kjo është taksative. Kohën nuk e di.